Të ndëruar xhamatli, unë dalëm në ligjëratën e gjumat me një gjuna, me një mëkat, me një krim, të cilin Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e tij dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij e bëri ndër gjunahet më të mëdha. Madje shumë dietarëve thanë, duke cituar, se fabrika, burimi, pusi, bunari prej kamburojnë të këqijat dhe të liga, madje shirku, madje kufri, e tëra është rezultat i rrenës, i gënjeshtrës, sikur njerëzit të tregonin drejt, sikur njerëzit të ishin të vërtet, sikur njerëzit mos të thonin pos të vërtetën, nuk do të ekziston të shirk në tokë, nuk do të ekziston të mohim në tokë. Andaj fjala mohim çfarë i bie? Se ka mohuar një të vërtet, e ka mohuar një të vërtet. Gjithashtu gjunahet janë rrena, se njeriu e mashtron veten me gjunahe, e mashtron veten me epshe, e mashtron veten me teka. Sikur të ishte i vërtet, do ta dinte se s'van me bë gjuna, s'van me bë mëkat. Andaj gjëja më e shumtuar, gjëja më e lig, gjëja e cila nuk më remetohet let, është rrena. Kur njeri përlyhet me rren, kur njeri skallzon drejt, qoftë në gjërat e imta, e çfarë thuhet në gjërat e mëdha. Andaj Zoti jon te bareke ve teala në një varg ajetesh dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një varg hadithesh e ka bërë rrenën gjuna i madh. Një ditë prej ditëve që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ishte i ulur Muhamedi alaihi salatu wasalam dhe i mbështetur, dhe ju tha njerëzve të cilët ishin të pranishëm prej sahabeve: "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ju tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, "At ju kallzoj për gjunat më të mëdha." Çka gjuna më të mëdha se çto? Qulna bela ya Rasulullah. Tham gjithsesi ya Rasulullah, na trego cilat janë gjunat më të mëdha. Dhe shikon e këtë zell të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për mësimin dhe edukimin e sahabeve të tij, shokëve të tij, dostave të tij. Tonë me mezhlis, ju ka kallzu diçka të hajrit, e jo si mezhliset tona, Zoti na ruaj dhe i pastrof ato mezhlise. Tha, t'ju kallzoj çka gjuna më i madh. Tham, po ja Rasulullah. Tha, el ishraku billah. S'ka gjuna më të madh se sa mi ba shirk Allahut, ortak Allahut. Mu ka njeri pagan, mu ka njeri zjarputist, mu ka njeri mushrik, mu ka njeri që adhuron edhe Allahun edhe dikant tjetër. Zoti na ruaj nga shirku i vogël dhe i madh, i dukshëm dhe i padukshëm. Që kjo gjuna i më i madh, s'ka gjuna më të madh se kjo. Pastaj tha alayhi salatu wassalam: "Thumma uququl walidain." Pastaj mos respekti dhe shkelja të drejtave të prindërve. Ai cili shkel prindët e vet, imposh prindët e vet, si këshir që shduhet prindët e vet, e pruni Allahu xhelle xhelalu në gjuhën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, gjunajin e dytë. Gjunajin e dytë, jo të pari. I dyti mas Allahu te bareke ve teala është shkelja hakit prindve. Thot transmetuesi, dhe çish ke ul i shtrim u çun kam pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tha: "Ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur." Ka shtrit i pshtet u çun kam. Tha, dhe pastaj dhe e forcoj dhe e theksoj. Tha, dhe rrena, dhe rrena, dhe rrena. U qun kam, dhe duhet mu qun kam për mu alarmue për çështën e rrenës. Shiko si i renditi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ishrakun billah, mi ba Allahu shirk, mi shkel prindërit dhe me rrejt. Thot Ibn Qayyim el Jauziyje rahmetullahi alayh, nëse mediton në krimat e tokës, dhe nëse mediton në gjunahet e tokës, dhe nëse mediton në çrregullimet dhe anomalitë e kësaj toke, pis se ka ardha Ademi alayhi salatu wassalam, deri në kiamet do t'i gjesh këta fesadet burim të këtyre tri gjunaheve. Ose është shirku, ose është prishja e familjes duke shkel babën dhe nanën, ose është rrena, kallëzoma cila del për qesajna. Raportet janë tri: ose ki raport me Zotin, ose raport me familjarët, ose raport me njerëzit. Nëse që të trija i runë, këtë botën e kerujt, e runë hakin e Allahit, e runë hakin e babës dhe nanës, e runë hakin e njerëzve, nuk e rrejnë asë njëherë.
Çka të ka mbet? Çka të ka mbet? Andaj tha Allahu xhele xhelalu në Kur'an: in tajtanibu kabairan. Nëse ju i shmangeni gjunave të mëdha, nëse ju i shmangeni, largoni pi gjunave të mëdha, cila është gjuna i madh? Mi ba Allah i shirk. Mos me fal namazin, o shirk në Allahu xhelalu ala. Mos me nu ballin sejdë. O shmi ba shirk Allahu xhelalu. Dhe kemi përmend shumë hadithe këta. Tjetra me e shkel familjen, me e shkel babën dhe nanën, me i cënu ata që ka janë bërë sebeb me dalë të ndunja, dhe familjarët tjerë të cilat janë të lidhë. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam çfarë thonte? E ka sha babën e vet, ai që e ka sha babën e tjetrit. E ka sha nanën e vet, ai që e ka sha nanën e tjetrit. I thon si ja Rasulullah, njëri e sha nanën e tjetrit, ç'e pas ka sha nanën e vet? Tha i ashan nanën. Ti dikujt i ashan nanën, edhe ai ta ashan tyje. Çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Njëri ashan nanën, dikujt e ka ashan nanën e vet. U ka bos sebeb mi ushan nana. Andaj tha Allahu xhele xhelalu: mos i provokoni paganët që nga provokimi, mos i shani zotat e paganëve që nga provokimi me shah Allahun. Se ata puta janë batil, ama Allahu hak. Andaj çka thonte Allahu te bareke ve teala në Kur'an: wala tasubbu alladhina yad'un min dunillah fayasubbu Allah. Mos i shani putat çka i adhurojnë përveç Allahut, e pastaj pinatit ata e shajnë Allahit. Ti ja shan dikujt në një send vogël, ja shan, jo ja mohon, jo ja kallzon çisho, ja ofendon. Ai pinatit e shan fejen, pinatit e shan Allahun, pinatit e shan Kur'anin. E çka ka foj Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Andaj gjunat më të mëdha tha Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Muhamedit alayhi salatu wasalam është shirkun Allahun. Pastaj me shkel prindërit. Edhe e treta, edhe u çun kam, ala wa qawlu zur, edhe fjala e rreme, fjala gënjeshtër, fjala e cila nuk ka e drejt, ke që tu buron fesadi. Andaj ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith: adalat ash-shahadatu az-zur al-ishrak billah thalatha. Ka thënë pejgamberi alayhi salam 3 herë shirkun Allahun me rrenën dhe dëshminë e rrejshme janë barabar 3 herë. E si ka mundësi shirkun Allahun me rrenën më kanë barabar? E përmendëm në ligjëratën e khutbës së kaluar. Me çka e matnin arabët çka i besonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se Muhamedi o hak Rasulullah, çka thonin? Ka dale. A rrenë ky njëtën e përditshme? Jo. A ka rrenë dikan? Jo. O mirë se rrenë njëri, pse ka më rrenë për Zotin? Në njëri që s'rrenë në zor nuk rrenë. Atë rrenë qefa, tu pi çaj të rrena. Në njëri që i no thika në qaf, që ju ka nu pejgamberëve, e kanë morë Zekerijen edhe Jahjen, edhe i kanë qa me sharë, e kanë lidhë dhe i kanë prej me sharë, e kanë nu sharën aty mit diskafkës edhe i kanë prej. Pa jo koni drejt, edhe s'ka shlupe. Apo, jahudit e kanë bëkta 70 pejgamber në dit i kanë vra 70, jo njerëzi musliman thjesht, pejgamber 70 pejgamber në dit i kanë vra. Ka që Allah ka 70 pejgamber, këti kanë vra. Pse? Se janë mësu me rrena dhe me dallavera. Janë mësu me rrena dhe dallavera. Çka thonë në arabët kur i besoni më mësa? Thonë, ky a rren njerëzit? Jo. Çfarë titulli ka? Besnik, s'rren kur. Po ki nëse si rren njerëzit, çish e rren Allahu xhele xhelal? Ki nëse s'rren për 10 dinar, për 10 dinar, për 100 dinar, për 1 milion dinar. Ki nëse nuk rren për me rujt një situatë të caktuar, a rren Allahu Rabbul Alamin? Kështu e matnin. Andaj Muhamedi sa çfarë tha? Shirku dhe rrena janë 3 herë barabar. Pse barabar? Sepse ai cili mësohet me rren një herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, sikur që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çka thon alaihi salatu wassalam. Thon alaihi salatu wassalam, vërtet fjala e drejtë çon te puna e mirë. E puna e mirë çon te xheneti Allahu xhela xhelalu. Ala inna ar-rajula, tha alayhi sallam, vazhdon një njeri jetë harral kedhib, vazhdon me rren kadal, e lyp rrenën kadal,
derisa shkruhet te Allahi rrenacak. Vërtet rrena çon drejt punëve të këqija, e punë të këqija çojnë xhenemin Allahu te bareke ve teala. Shikoj se i rëndrit te pejgamberi alayhis salatu wassalam, rrena çon shirk. Si ta rrensh ti një njeri, edhe një herë, edhe tjetrin, një ditë kimi anis, edhe dhe një ajet vend pak si Iran. E shirë dhe një hadith vend pak si Iran. Dhe që kjo ajet, s'ka ka pash ajet. Pse? Se ti e mësu kejtëm ju thonë jo, tamam, po, edhe anis të ti kryot një anomali, një shregullim, kur ti nish ajetet e vërteta, thue, pika dullën këto. Se si në mësu vesh, jo nuk mësu me të gjutë vërteta. Duhet të mësohemi të familiarizohemi me të vërtetën. Le të vjen e hidhur, si ilaçi, vjen i hidhur, po të qëtë njeri pastaj i shëndosh. Andaj këtë illet, këtë smundje duhet të largojmë. Dhe për ta do të përmenjmë me lejnë Allahu te bareke ve teala e shumë hadithe të tjera nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahun subhanahu wa taala me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Zoti jon te bareke ve teala ta largon rrenën nga gjuhët tona. Ta largon rrenën nga gjuhët tona ya rabbal alamin. Mos ta mundson Allahu xhelal që të flasim në emër të tij, posa çka është razi Allahu te bareke ve teala.